Mirë mbrëma. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë mbrëma, mirë se erdhët. Herën e fundit e këtij viti, si rrjedhoj do të kenë ndikime të cilat mund të na lodhin pak. Përpara se të kaloj aty, do të them disa fjalë në përmbledhjen më të themi të periudhës që kemi kaluar deri tani, nga hëna e plot që ishte tek shenja e binjakëve, e pata përmendur atëherë që prekeshin shumë pjesa e fytys, domos pjesa komplet e qafës, domethënë. Nuk e di se sa e keni ndier ju, por për mua personalisht për shembull ka pasur një ndikje vërtet shumë të madh, duke qenë se unë kam një herë në qafë dhe gjithsej periudhë është rikthyer si problem. Kam pasur probleme të rëndësishme në lidhje me këtë tema. Kjo hënë e resh do të ndodh tani, prek përsëri të njëjtën temë, prandaj të gjithë ata që kanë probleme të ngjashme do t'i këshilloj që të marrin masa. Një nga mënyrat se si mund të marrin masa përtej asaj që të shkojmë te doktori është më së normale. Por ajo çfarë mund të bëjmë është që të fillojmë që të bëjmë një farë lëvizje për sport, sepse kjo do të na ndihmojë për të mbajtur në kontroll veten tonë. Është një hënë e re e cila do të preki edhe eklipsin e diellit që ishte në muajin shtator. Kjo do thotë se do të kemi përsëri të njëjta ndikime, rikthime të njëjtave probleme dhe si pak a shumë nën tema është edhe probleme që mund të kemi pasur edhe gjatë muajit maj dhe prill. Si rrjedhoj në këto momente sistemin e po na sfidon në mënyrë të dukshme. Kjo hënë e re do të jetë në gradët e fundit të shenjës së shigjetarit dhe ka shumë vendose tek yjesia e akrepit. Kjo do thotë që nën tema e kësaj hënë të re do të jenë pikërisht temat e akrepit. Si rrjedhoj, mund të kemi probleme të konsiderueshme për të qenë të përmbajtur dhe mbi të gjitha mund të jemi vërtet shumë hakmarrës. Duke qenë se e përmend edhe në fillim që kemi një sfidë vërtet shumë të madhe në këto momente. Kjo është e vlefshme pothuajse në çdo aspekt të jetës. Arsyeja vetme që po ndodhin të gjitha këto është ne të tregojmë karakterin ton të vërtetë. Tani do të tregoj një histori që me shumë mundësi kam treguar edhe më përpara, por dua ta ripërsëris sepse është pikërisht tema kryesore e kësaj hëne të re. Është historia e bretkocës dhe akrepit. Në prek të një lumi ndodhe një bretkocë dhe një akrep dhe ju të ishte të kalonin përballë. Prandaj dhe bretkoca ose më thënë akrepi kërkon bretkocës ta marrë në kurrizë dhe ta çojë përballë. Por bretkoca është e friksuar sepse akrepi mund ta pickojë dhe si rridoj të vdesin të dy, ndërkohë që akrepi e qetëson e thotë që ti ke jetën time në dorë, pse të pickojnë ty. Por kur kalojnë përballë ose kur janë në mes të rrugës, më të themi, akrepi e pickon bretkocën dhe ajo që i ktheh dhe thotë pse e bëre këtë si që tani do vdesim të dy. Si përfundim, akrepi thotë si gjë nuk kam çfarë të bëj, nuk mundat që të dilja kundër natyrës time të vërtetë. Për këtë arsye, në këto momente sistemi po bën pikërisht këtë. Kemi sfida në çdo aspekt të jetës, sfida në lidhje me shëndetin, shoqëria, po ashtu kemi edhe probleme brenda familjes. Kjo është një nga tematikat kryesore të muajit dhjetor. Do të vazhdojmë që ta ndjejmë shumë edhe gjatë muajit janar të vitit 2026. Por më e rëndësishme është që fal këtyre sfidave ne duhet që të tregojmë natyrën tonë të vërtetë. Sa i përmbahemi etikës dhe sa të aftë jemi ne si individ që të kontrollojmë veten tonë përballë situatave të cilat na sfidojnë. Është shumë e thjeshtë në këtë rast të kthesh në natyrën tënde toksike, nëse se nuk e kontrolluar kjo është më së normale, por duhet të kalojmë këtë, duhet të jemi njerëz më të vetëdijshëm tashmë në mënyrë që edhe të shpërblejemi me ato çfarë në këto momente janë dhuratat, le të themi, të gjithë kësaj periudhe të vështirë që kemi kaluar. Duke qenë se viti 2026 do të jetë pak a shumë shpërblimi i karakterit dhe i punës që ne kemi për gjatë gjithë këtyre 10 viteve të fundit. Kjo është hëna e re e fundit, ose më thënë momenti i fundit ku ne do të sfidojmë edhe më tepër në mënyrë që të marrim edhe dhuratën tonë më vonë. Por gjithsesi dhurata do të jetë pikërisht në bazë të kësaj sfide të fundit, pra për përsëris. Ndikimet më të rëndësishme që do të ketë kjo hënë janë hakmarrja, lëvizjet ushtarake, mund të kemi insistimin e mbajtjeve të institucioneve edhe pse nuk janë funksionale, ndërkohë që mund të mirëmbajmë edhe gjëra që nuk na shërbejnë në këto momente. Ndërkohë që mund të kemi edhe
pa aftësi për të hequr dorën nga rutina ose natyra toksike. Atëherë, po I marrim të gjitha një nga një. Duke qenë se për lëvizjet ushtarake, në të vërtetë kjo do të vijë si rrjedhë e mund të vijë si rrjedhë më të themi një manipulimi ose mund të vijë si rrjedhë e një lufte për besime ose ideologji. Në këto momente kemi shumë vende të botës ku kjo është një zonë akoma e nxehtë. Në Gaza, edhe pse është zbutur disi, vazhdojmë që të jetë shumë aktive si zonë. Po ashtu edhe kemi një mosmarrëveshje të dukshme aktualisht edhe brenda Europës, duke qenë se kemi infiltrime të ideologjive të ndryshme në mos ndarjen përçarje midis islamit dhe katolicizmit, I cili është edhe nga temat më të rëndësishme. Si rrjedhë mund të kemi edhe probleme midis këtyre dy grupimeve fetare. Ajo çfarë ka më tepër rëndësi në këto momente është mos bien prej manipulimi, sepse kjo, siç e thash, një nga tematikat kryesore të këtij momenti, pak më tepër që gjithë kësaj jave dhe hëna e plot çështë tek shenja e binjakëve do thoshte edhe thashë theme, të cilat mund të përdoren edhe për të manipuluar masat. Prandaj dhe edhe kjo hënëre mund të thotë edhe vazhdimin e këtyre tematikave, por I përsëris ajo çfarë që ne duhet të bëjmë është që të vazhdojmë që të veprojmë në mënyrë etike, duke qenë se një ndër temat kryesore të jetës ose për të qenë etik duhet edhe të mbrosh ata që nuk kanë fuqi për të mbrojtur vetën e tyre, do të thotë që në qoftë se vëmre pa drejtësi, duhet të jemi të gatshëm që të luftojmë kundër tyre, prapë kundër padrejtësive, por kjo mund të bëhet një nga tematikat më problematike në këto momente, sepse siç e thash, mund të kemi përdorimin e ideologjive të fesë, njerëzit në vend që të bëjnë ose të mbrojnë atë çfarë është e drejtë, mund të mbrojnë thjesht diçka sepse I përket besimit të tyre fetar. Është një nga tematikat më të rëndësishme në këto momente dhe mbi të gjitha mund të krijojë përçarje të rëndësishme brenda shoqërive, nëse se lidhje e pakontrolluar. Kishte edhe një problem tjetër I cili vërtet është shumë problematik, ose më thënë mund të shndrojë në një problem në një situatë shumë problematike me çfarë flas. Dhe kjo është, ose më themi, I përket çështjeve që kanë të bëjnë me LGBT-n ose me atë çfarë është tradicionale, pra në marrëdhëniet mashkull dhe femër ose brenda martesave tradicionale, kjo është një nga tematika që do të preket dhe do të dalë përsëri në skenë. Në mënyrë pozitive apo negative nuk ka shumë rëndësi, duke qenë se në të vërtetë mund të prekin në mënyrë jo të favorshme të drejtat e njerëzit. Për mendimin tim nuk ka shumë rëndësi se kë ti do, kë dashuron e të tjerë. Rëndësishme është të jesh një individ I vlefshëm për shoqërinë, por mund të përdoret për të përfituar në një mënyrë ose në një tjetër persona të ndryshëm. Duke qenë se kjo hënë e re do të ketë edhe ndikimin e mjegullimit, sepse ka dhe një kënd negativ edhe me Neptunin, mund të kemi dalë në skenë edhe të lajmeve të cilat janë shumë problematike dhe mbi të gjitha për përsis të gjitha në nxjerrin fiks tek besimet, sepse është një nga temat që do të preket shumë më tepër në këto momente. Mund të kemi edhe avancime të dukshme në lidhje me miksin, por kjo do të vijë me pasoja, ose më të themi do të na duhet që të paguajmë fare çmimin nëse duam të arrijmë aty, si edhe mund të marret vesh më vonë që mund të kemi dhënë shumë gjëra nga ana jonë njerëzore për të marrë ato çfarë përfitime për nga ana e miksisë. Natyrën në përgjithësi, duke qenë se kemi kënde të vështira me dielli me anën ka kënde të vështira me Neptunin dhe me Saturnin, kjo do të thotë që mund të kemi probleme vërtet në korën e tokës. Si edhe mund të kemi edhe tronditje, pra kjo do të thotë që edhe tërmetet nuk është se janë të mënjenuara në këto momente, pak më tepër që e njëjta hënë dhe diell do të ketë një kënd negativ me Uranin. Kjo shkakton dëme të rëndësishme me teknologjinë, që do të thotë gjatë këtyre një javë në vazhdim dhe më vonë, pra afërsisht 10 ditë në vazhdim, mund të kemi probleme të dukshme me teknologjinë, sidomos ato që kanë të bëjnë me të ardhurat materiale. Çfarë do thotë kjo? Bankat, sistemet bankare në këto momente mund të preken në mënyrë të dukshme. Ndërkohë që për natyrën, nëse rikthehemi këtu, do të fillojmë që të kemi shira përsëri, është një nga periudhat ku mund të bëhet pak problematike në zonat të cilat kanë përmbytje. Por në qoftë se marrim masën, detyrimisht nuk do të prekemi. Mënyra se si mund të kalojmë problemet ne vetë si individ në këto momente, përveç se të mbrojmë drejtësinë kur shikojmë padrejtësi përpara, është edhe që të fillojmë dhe ta përdorim besimin ose
po i themi në këtë mënyrë, atë çfarë kemi mësuar që është më pozitive për ne, që na bën më tepër mirë. Kush beson, ka besim klasik, kush beson tek spiritualizmi të tjerë, pra meditimet, pak rëndësi ka. Rëndësishme është që këto të fillojmë të aplikojmë në çdo aspekt të jetës. Në një farë mënyre të jetojmë, të përjetojmë shenjtë të rinj tonë, është një nga tematikat më të rëndësishme të kësaj periudhe, por normalisht nuk duhet edhe të heq ose më themi të mos bien pre edhe fanatizmave, pra atyre doktrinave të cilat na imponohen. E di që mund të duket pak teorike, por në të vërtetë është shumë e thjeshtë, në qoftë se për shembull e kuptojmë që ne jemi një pasqyrim i hyjnores në tokë, është shumë më e thjeshtë të veprojmë në bazë të saj. Të gjithë njerëzit që kemi rreth rrotull janë reflektimi i kësaj dhe si rrjedhon nëse ne i pranojmë si të tillë. Dhe lejojmë që edhe personat qarshë nesh të sillen vetëm në mënyrë të tillë, detyrimisht edhe ambienti që ndodhemi rreth rrotull do të ndikohet në mënyrë pozitive për këtë arsye. Përsa përket shëndetit, kjo është nga tematikat që do të preket. Shëndetin gjatë kësaj hëne të re, ose më themi gjatë kësaj periudhe, pikat që do të preken më tepër, mund të jenë pjesa kardiovaskulare, duke qenë se kemi një element zjarri vërtet shumë të lartë, si rrjedhoj shenjë që preken më tepër. Për këtë arsye është shenja e luanës, sepse në sistemi kardiovaskular është një nga shenjat që ndikohet pak më tepër. Mund të kemi probleme në lidhje me këmbët, sidomos tendonet e këmbës në këto gjatë kësaj hëne të re, ose më themi gjatë kësaj periudhe mund të jenë pak më të prekura. Si rrjedhoj nuk do të këshillohesh të veprojmë në mënyrë impulsive, pra edhe nëse bëjmë sport jemi shumë të kontrolluar, të mos egzagjerojmë asnjë gjë, sepse kjo është edhe një nga temat që mund të prek pak më tepër kjo hënë e re, që është egzagjerimi i gjithçkaje. Si rrjedhoj? Mund ta egzagjerojmë shumë edhe me ushqim, mund ta egzagjerojmë shumë edhe me lëvizje, mund ta egzagjerojmë shumë me gjithçka. Por përsëris, hakmarrja është nga temat më të rëndësishme, prandaj edhe një gjë të vogël që na thuhet, mund ta egzagjerojmë tek masë shumë reagimet tona dhe si rrjedhoj të veprojmë në mënyrë agresive. Për këtë arsye do të marrim edhe lajme të shumta në lidhje me këto tema. E përmend edhe në fillim që mund të kemi lëvizje ushtarake. Kjo nuk do të thotë që është thjesht ushtria që do të lëviz, grupet e organizuara mund të lëvizin, si rrjedhë mund të kemi edhe lëvizje nga mafia ose grupime të tilla, të cilat në të vërtet mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme edhe tek civilët, por edhe ata midis njëri tjetrit. Është një hënë e re e cila është për shumë problematike dhe duke qenë se ka në bazë saj fanatizmi mund të jetë në lidhje me gjithçka, kjo do thotë që edhe sporti mund të bëhet element për dy grupime që të dalin përballë me njëra tjetrën. Normalisht këshilla do të ishte që të jemi të vetëdijshëm dhe të veprojmë në bazë të saj, por në qoftë se kemi persona, sidomos meshkujt adoleshentë, të cilët nuk janë ende në kontroll të vetes së tyre, do t'ju këshilloj që gjatë kësaj periudhe të jemi shumë më të vëmendshëm karshi tyre, më të kujdesshëm dhe mirëkuptues. Duke qenë se në këtë moment kemi element zjarri vërtet shumë të lartë, kjo do thotë që mund të jemi shumë gjak nxehtë. Dhe në qoftë se nuk ka një ambient rreth rrotull që i mbështet, normal që mund të veprojmë në mënyrë impulsive. Kjo nuk është e vlefshme thjesht për meshkujt që janë adoleshentë, është edhe për femrat, por meshkujt do të jenë edhe më tepër pra të ndikuar. Përsa përket hakmarrjeve, mund të kemi tradhti në këto momente, është edhe gjatë hënës në re, mund të marrim vesh lajme në lidhje me tradhti brenda martesave, është një nga temat më të rëndësishme mbi të këtij momenti. Do të jetë aktive deri tek hëna e re dhe do të vazhdoj edhe gjatë pjesës së parë të muajit janar. Për këtë arsye mund të kemi mbarimin e shumë martesave. Por mbarimi është diçka e lehtë që mund të ndodhë në këtë rast, sepse siç e thash, duke qenë se vazhdojmë mund të jemi nga ekstremi në ekstrem, ajo që mund të vijë re është që personat mund të edhe të marrin masa vetvetiu, çfarë do të thonë, ose të marrin gjërat në duart e tyre, si rrjedhë mund të kemi rritje të agresivitetit dhe gjëra situata të cilat nuk këshillohen. Prandaj dhe të gjithë personat që ndodhen në situata të tilla në këto momente, do të këshilloj që të merrni masa për të mbrojtur veten e tyre, sidomos nëse e dini që partneri ose partnerja juaj është një person agresiv. Në lidhje me lajmet pozitive në thonjza, lajme pozitive janë që
çdo gjë që ka qenë mbuluar deri në këto momente, duke qenë se do të dalë në skenë natyra e vërtet e gjithçka, jo vetëm e individit, do të thotë që do të dalë në skenë lajme që kanë të bëjnë edhe me marrëveshjet që që kanë përmendur tek Ana Plot, të cilat janë bërë pa dijenin e publikut, marrëveshje midis shteteve. Do të merren vesh edhe lajme të cilat, ose më do të dalin në skenë edhe organizata të cilat mund të kenë punuar kundër të drejtave të njeriut, dhe seriozisht kemi një rregullim të dukshëm të këtyre tematikave më vonë, edhe pse kjo hënëre do të nxjerr në skenë, le të jemi realist, do të duhet pa kohë, domethënë që të marrim masa dhe të mund të krijojmë atë çfarë na nevojitet. Gjithsesi në këtë moment punon individi dhe individi duhet të jetë patjetër i vetë kontrolluar. Okej, kushti i kësaj hënëtre është të kemi integritet. Nëse kemi integritet, kemi mundësi që të bëjmë ballë çdo problemi që na dhe përpara. Por nëse heqim dorë nga integriteti dhe nuk i japim njerëzve atë që meritojnë, ose nuk kërkojmë atë çfarë ne meritojmë vërtet, pra kjo është një nga temat kryesore, drejtësia në këto momente, edhe ajo që pranojmë edhe ajo që japim, atëherë do të ndëshkohemi. Nëse kemi integritet dhe bëjmë punën tonë të mirë, detyrimisht do të marrim dhurata nga sistemi, në një mënyrë ose në një tjetër. Më e rëndësishme është që deri tek hëna e re, që është ditën e shtunë, do të jetë në orën 2:43 të mëngjesit. Është në datën 20 dhjetor, pra në orën 2:43 të mëngjesit. Deri në atë ditë do t'ju këshilloja që të bashkoheni të mirë veten tuaj, jetën tuaj, gjithë njerëzit që keni, punën që bëni, ambientin që jetoni, që preferon të jetoni, dhe atë që personat që mbani rreth rrotull, pra. Dhe të hiqni nga jeta juaj gjëra që nuk funksionojnë. Nëse se mundeni të flisni me personat që keni rreth rrotull dhe të rregulloni marrëdhëniet tuaj, jam shumë dakord. Por nëse vazhdojmë që të kemi sjellje që janë të papërshtatshme, sidomos toksike, do të këshilloj që të hiqni nga jeta juaj. Dua të përmend shenja që do të jenë më të ndikuara, mënyra se si do të jenë të ndikuara, në mënyrë që të marrim masa. Këtu nuk ka rëndësi nëse kemi ascendentin ose nëse kemi lindur te kjo shenjë. Shenjë që janë më të ndikuar janë shenjë të ndryshueshme, sidomos shenja e shigjetarit është tepër e ndikuar, sepse kemi shumë vendosje tek shenjat e tyre, do të kemi Mërkurin, Venusin, Diellin, Hënën të vendosur në ato momente tek ata. Ndërkohë që dy shenjat e tjera që janë vërtet shumë të ndikuara është shenja e peshqive dhe ajo e binjakëve. Shenja e peshqive, duke qenë se të gjitha këto vendosje që sapo përmenda tek shenja e shigjetarit kanë kënde negative me vendosit që janë tek shenja e peshqive. Si rredo janë dy shenja që janë më të ndikuara negativisht. Kemi edhe shenjën e binjakëve, e ka pak më të thjeshtë për të kaluar problemet edhe nëse i dalin përpara, por edhe kjo është shumë e ndikuar, ndërkohë që kemi edhe shenjën e vëgjeshës detyrimisht. Fushat ku do të jenë të prekura këto shenja është në lidhje me karrierën, vetë ata si individ, jeta e tyre personale, pra partneritetet dhe çështjet familjare. Këto janë 4 tema që të 4 këto shenja do t'i kemë vërtet shumë të ndikuara, por përsëris nuk ka rëndësi nëse keni lindur në këtë shenjë apo keni ascendentin te kjo shenjë. Duke qenë se jemi tek një hënë e re, do thotë që edhe hëna do të prekë, pra nëse keni hënën të vendosur tek një nga këto shenja, do të ndikojnë vërtet shumë. Duke qenë se jemi tek gradët e fundit të shenjës së shigjetarit, personat që kanë lindur ose që kanë ascendentin tek gradët e fundit të këtyre 4 shenjave, do t'i këshilloj që të jenë edhe më të vëmendshëm. Problemet të rëndësishme mund të dalin nëse ne nuk veprojmë në mënyrë etike, këtë po ripërsëris dhe nëse egzagjerojmë, është e vlefshme për çdo aspekt tjetër. Nëse egzagjerojmë në reagimet tona, me ushqimin, me veprimet, nëse kërkojmë më tepër se çfarë meritojmë, ose anasjetas, pranojmë shumë herë më pak nga çfarë meritojmë, në të gjitha këto aspekte që përmenda do të kemi probleme të rëndësishme. Pra do t'ju këshilloja që të jemi shumë të ndërgjegjshëm në çdo gjë që bëjmë dhe pranojmë në këto momente. Shenja e dashit ka ndikim shumë të fuqishëm, ajo që përmenda në fillim, që kishte të bënte me hakmarrjet, fanatizmat, veprimet etike ose jo, është një ndër ndikimet më të rëndësishme për shenjën e dashit, duke qenë se ka shumë vendosje tek bota e tyre brendshme, si rrjedhoj mund të reagojnë në mënyrë shumë impulsive.
pak më tepër. Gjatë kësaj hëne të re do të kemi edhe Mërkurin të vendosur mbi një fiks i cili na detyron që të veprojmë në mënyrë të drejtë, etike. Por, nga ana tjetër, na sjell shumë sfida përpara. Çfarë dua të them me këtë? Na sfidon në çdo aspekt të jetës në mënyrë që ne ta provojmë veten tonë si person që meriton dhuratat që do të na jepen, ose mbrojtjen e sistemit në disa raste. Prandaj shenja e dashit nga kjo hënëre do të sfidohet në mënyrë të dukshme, por nga ana tjetër, për këtë arsye, nëse i kalon gjitha këto provime, do të mund të marrë edhe dhuratat më të mëdha. Për këtë arsye, shenja e dashit është një nga shenjat që do të ndikohet edhe në mënyrë shumë pozitive nga kjo hënëre. Këshilla ime do të ishte që të vëzhgoni të mirë çdo gjë që keni në jetën tuaj, sidomos në lidhje me ideologjitë. Po ashtu, edhe nëse dëshironi në këto momente që të zhvendoseni apo të krijoni diçka të re, kjo është periudha ku mund të vëzhgoni shumë mirë se cilat janë elementet që dëshironi të përdorni. Kjo jo sepse është tabu, jo sepse është ajo që e dini, por sepse është vërtet e vlefshme dhe funksionale. Në qoftë se e bëni këtë, pavarësisht gjithë këtij mjegullimi ose stimulimi që po merrni nga jashtë, në fund të kësaj situate, pra pas ditës së shtunit tuti, do të kemi një çlirim të dukshëm tashmë. Edhe bota jonë e brendshme do të vijë duke u çliruar dhe ne do të kemi një vetëdijsim shumë herë më të madh. Kjo do të thotë që mund të kemi edhe një zgjim shpirtëror, emocional. Po ashtu është e vlefshme edhe në lidhje me shoqërinë, duke qenë se do të jemi shumë herë më të aftë që të veprojmë dhe të zgjedhim rrugën që ne na nevojitet. Kjo hënë e re për shenjën e dashit do të thënë vërtet rizimi shpirtëror, për këtë arsye do të kemi një spastrim të gjithë ambientit që ata kanë rreth rrotull, por përsëris duhet të jemi shumë të vetëdijshëm në çdo zgjedhje që bëjmë dhe duhet të jemi shumë të drejtë. Pra, t'i japim të gjithëve atë që meritojnë, normalisht edhe vetes tonë duhet t'i japim atë që meriton. Fal kësaj, shenja e dashit do të arrijë të bëhet të ketë sukses në jetën e tij. Pra mund të keni sukses në karrierë, mund të keni sukses brenda marrëdhënieve në çift. Është një nga shenjat që nëse nuk veprojmë në mënyrë impulsive, mund të kemi edhe futje në jetën e tyre të personave shumë të rëndësishëm, të cilët i ndihmojnë jetë pothuajse në çdo aspekt, por mos në lidhje me çështje sentimentale do të jetë edhe më i prekur. Do të kemi mbarimin e periudhës ku mund të kemi pasur probleme tek shëndeti jon, duke qenë se kjo hënë e re për ta do të thotë edhe një kënd pozitiv me Shironin. Fal kësaj do të kemi mundësi që të gjejmë kura, edhe nëse kemi probleme me shëndetin do të mund të gjejmë kura. Tashmë shenja e dashit është një nga shenjat që është më e pjekur, ka arritur në atë pjekurinë e tij emocional dhe si rrjedhoj do të marrë dhe përfitimet. Përsëris, ky është momenti i fundit, është provimi i fundit që duhet t'i japim, dhe në qoftë se arrin që të veprojë në mënyrë në duhur, në mënyrë etike dhe i qëndron gjitha sfidave që po përballen në këto momente, detyrimisht do të marrë edhe dhuratat më të mira. Që të trajnohemi, që të zhvillojmë pot kuptimin ton, është një nga gjërat që do të na ndihmojë edhe më tepër, prandaj do t'i këshilloj të bënit këtë. Në qoftë se kemi sfida me shëndetin në këto momente, do i këshilloja me ngunë që të fillojmë që të bëjmë një farë sporti, pak më tepër që edhe Marsi është i vendosur tek shenja e Bricapit tashmë, kjo sjell një rend shumë pozitiv në jetën tuaj, do i këshilloj që ta përdornim dhe atë. Sa më aktiv që t'jemi fizikisht, aq më të aftë jemi që t'i bëjmë ballë çdo lloj sfide që na del nga ana psikologjike dhe shpirtërore. Shenja e Demit. Por shenja e Demit, kjo hënë e re është një sfidë e vërtet, duke qenë se ndodh pikërisht tek shtëpia e karmave. Kjo do të thotë që do të nxitet që të heq dorë nga çdo gjë që nuk është funksionale. E kam përsëritur disa herë që shenja e Demit nuk i pëlqen që të ndryshoj, por në qoftë se arrin që të tejkaloj dhe del jashtë asaj natyrës së tij, e cila do gjithçka që ta ketë në statusin quo, kemi mundësi për një zhvillim vërtet shumë të madh. Në këtë rast do të kemi shpërblime shumë të mëdha nga bashkëpunimet. Kjo do të thotë që problemet që ekzistojnë edhe brenda marrëdhënieve sentimentale, sidomos brenda martesave, do të gjejnë një zgjidhje. Do të kemi fundin edhe të çështjeve gjyqësore për shenjën e Demit. Në përgjithësi do të jenë pozitive, pra do të merret ajo që meritohet. Dhe kemi edhe një periudhë, fillim në një periudhe të re, e cila do të thotë begati në të ardhurat materiale për ta. Që e më rëndësishme që do të këshilloj shenjën e Demit në këto momente, pra deri ditën e shtunë.
është të vëzhgoj mirë të gjithë personat që në këto momente ka bashkëpunime, ose personat që ka rreth rrotull dhe që ka një farë biznesi. I njëjta që është e vlefshme në qoftë se jemi në një çështje gjyqësore, që është e hapur për ndarjen e pronave të ardhur materiale të përbashkëta, do t'i këshilloj që të vëzhgonin mirë situatën dhe pas ditës, duke filluar nga hëna e tutje, e hëna tjetër, atëherë do të kemi shumë më tepër mundësi që të fillojmë dhe këto elemente që i studiojmë mirë t'i përdorim në avantazhin tonë. Duhet jemi shumë të vëmendshëm gjatë kësaj jave, të gjithë ata që dëshirojnë që të bëjnë ndërhyrje, sidomos ato estetike, nuk do ju këshilloja sepse mund të marrim rezultate të padëshiruara. Ndërkohë që të gjithë personat të cilët nuk janë kujdesur për shëndetin e tyre fizik, mund të kemi surpriza të pakëndshme. Çfarë do të them me këtë? Nëse kemi një sëmundje e cila kërkon në fund të saj një operacion, do të thotë që mund të kemi edhe urgjenca në lidhje me këto tematika. Unë e përmenda në fillim të videos që kam probleme me hernjen të qafa. Të gjithë ata që janë të shenja e demit dhe që kanë probleme të ngjashme, që kanë hernje në shtyllën kurrizore ose sidomos të pjesa e qafës, do të këshilloja që deri ditën e shtunë të bëjnë ushtrime në lidhje me këto tema, sepse do të ndihmonte shumë dhe do të shmangin dhe probleme të rëndësishme. Ndërkohë që të gjithë ata që kanë probleme me diabetin, përqendja e demit po ndaloj pak më tepër te shëndeti sepse mund t'i prekin në mënyrë vërtet shumë më të madhe dhe negative, nëse nuk kemi të vëmendshëm gjithmonë. Do t'i këshilloj që të mos egzagjerojmë ushqimin, në qoftë se kemi probleme me diabetin pra, për përsëris, do t'i këshilloj që gjatë kësaj periudhe mundësisht të mos konsumojmë karbohidrate. Nuk është një periudhë e gjatë, është një periudhë e shkurtër, dhe duke qenë se është hënëre, mund të bëjmë edhe detox, që na bën edhe më mirë. Përse përket çështjeve sentimentale, në përgjithësi në këto momente shenja e demit ka fat, por është fat që e krijon vetë, sepse që thash është mbyllje një cikli karmik. Në qoftë se vazhdojmë që të qëndrojmë me ngurën te të njëjtat cikle që janë problematike, që vazhdojmë që të qëndrojmë brenda diçka edhe pse e dim që nuk funksionon thjesht sepse e njohim, do të thotë që nuk do të mund ta përdorim të themi fatin që na del përpara në këto momente, do të vazhdojmë që të njihemi dhe të krijojmë lidhje me persona të ngjashëm ata që kemi pasur të shkuar, që do të thotë nuk do të jenë shumë të shëndetshme si lidhje. Këshilla ime do të ishte që të vëzhgoni mirë të gjitha ato patterns që kemi, pra si veprojmë në lidhje e të tjera, ose çfarë lloj personash pranojnë në jetën tonë, në mënyrë që tashmë ta mësojmë, ta marrim atë simsin dhe të bëjmë sjellje më të shëndetshme më vonë. Kjo është një nga kushtet që ka shenja e demit në këto momente, duke qenë se Urani është e vendosur tek shenjat e tyre dhe përmenda në fillim ka kënd negativ me këtë hënë të re. Shenja e binjakëve e përmenda që është një nga shenjat më të prekura, e ka pak më të thjeshtë ndoshta për të kaluar problemet, por gjithsesi bota e tyre brendshme mund të jetë e nxitur dhe do t'i sfidoj. Detyrimisht që mund të prek shumë edhe shëndetin e tyre fizik, në qoftë se lihet i pakontrolluar, duke qenë se gjithçka mund të kalojnë në ekstrem në këto momente. Somos persona që nuk kanë një kontroll në jetën e tyre, detyrimisht do të ndikohen në mënyrë negative nga kjo hënë e re. Por kemi aftësi që deri ditën e shtunë të krijojmë një rregull në jetën tonë dhe si rrjedhoj në qoftë se e vëmë këtë rregull, pra nëse marrim jetën tonë në dorë, nëse kemi kontroll tek jeta jonë, detyrimisht do të fillojmë që të ndikohemi në mënyrë pozitive tashmë. Kjo hënë e re, duke qenë do të thotë edhe mbarimi i një periudhe dhe fillimi i një periudhe tjetër, do të thotë mbarimi i një periudhe nëse përdoret siç duhet, i një periudhe që kemi pasur lidhje toksike, lidhje problematike, sidomos marrëdhënie brenda çiftit, ato afatgjata do të ndikojnë edhe më tepër. Është një ndikim pozitiv dhe negativ. Pozitiv nëse përdoret ashtu siç duhet, pra siç e thash, nëse jemi të vetëdijshëm dhe zgjidhim vetëm gjërat që janë të shëndetshme, por nëse veprojmë në mënyrë të pavetëdijshme, reagojmë te gjithçka, i keq kuptojmë gjërat dhe asnjë marrë mendimin e personave përballë, thjesht veprojmë në bazë të keq kuptimeve që kemi pasur, atëherë detyrimisht do të kemi probleme të rëndësishme. Duke qenë se do të preket morali jonë i përgjithshëm, për shenjën e binjakëve do të thotë që mund të preket shumë edhe karriera në mënyrë negative. Energjia jonë do të kalojë direkt tek lidhjet sentimentale, ose për të gjithë ata që nuk kanë një lidhje sentimentale në këto momente, do të preken ata vetë si individ, mund të egzagjerojnë me gjithçka, këto do të thotë që mund të egzagjerojnë edhe me çfarë harxojnë kohën,
Vartësit detyrimisht mund të dalin pak më tepër në skenë. Këto vartësi më tepër mund të jenë në lidhje me telefonat për përdorimin e teknologjisë, që do thotë që mund të bëjnë scrolling nga mëngjesi deri në darkë, pa u përshëndruar tek puna e tyre, si rrjedhoj, mund të kenë probleme të rëndësishme për përsëris tek karriera jonë, duke qenë se ndoshta nuk do të arrijmë normën ose nuk do të jemi efikas tek puna jonë që po bëjmë, çfarë po bëjmë. Dhe kjo do thotë që mund të kemi dhe humbje të dukshme këtu. Prandaj dhe shenjës së binjakëve do t'i këshilloja me ngurmë të jemi të kontrolluar. Çfarë do të thotë nëse jemi të kontrolluar? Kemi mbarimin e cikleve problematike, kemi fillimin e një periudhe e cila lidhjet që krijojmë në këto momente do janë vërtet shumë pozitive. Dhe mbi të gjitha, ajo që është edhe më e rëndësishme, në qoftë se është një lidhje që nuk kemi ditur se si ta manovrojmë, që kemi lidhje afatgjatë, por nuk është se ka përfunduar në martesë ose nuk kemi ditur nëse duam apo s'duam që të krijojmë familje me këtë person. Kjo hënëre do thot pikërisht këtë. Do të arrijmë që ta perceptojmë se çfarë na duhet në vërtet ose çfarë duam në vërtet, dhe si rrjedhoj palë kësaj mund të kemi edhe martesa, krijimin e familjes, dhe avancimin e rëndësishëm në karrierë dhe krijimin e stabiliteti ekonomik brenda shtëpisë. Pra siç e vini re, është komplet në dorën e shenjës së binjakëve. Në përgjithësi ka aftësi për ta perceptuar se çfarë duhet të bëj, për përsërisë është një nga shenjat që mund ta përdori këtë ose mund ta manovrojë situatën shumë më thjesht se të gjitha të tjera, prandaj do të këshilloj që ta përdorin. Për shenjën e binjakëve kemi një ndikim që është shumë i rëndësishëm, është përdorimi i intelektit të tyre, nëse bëjnë këtë, gjitha këto që përmenda do ta kenë shumë më të thjeshtë për t'i manovruar. Shenja e gaforës është shumë ndikuar, ndikime më të rëndësishme ka tek shëndeti fizik, efikasiteti që kemi në jetën e përditshme, mund të kemi probleme me anën ekonomike, duke qenë se mund të kemi llogaritur gabimgjyrat, po e them në këtë mënyrë. Dhe kjo hënëri do të nxjerrë në skenë pikërisht këto gabime që kemi bërë. Shenja e gaforës, duke qenë se deri ditën e shtunë do të jetë në energji shumë të ulët, mund të kemi pak të vështirë për të manovruar situatat. Këshilla ime do të ishte që të zgjidhim dhe të bëjmë vetëm nga një gjë çdo ditë, mos e te kalojmë domethënë atë, sepse energjia është e ulët dhe mbi të gjitha jemi më të prirur ndaj gabimeve në këto momente. Mund ta egzagjerojmë edhe vetbesimin që kemi tek vetja jonë. Prandaj dhe mund të marrim më tepër, ose më themi, mund të kafshojmë më tepër çfarë mund ta përtypim. Kjo është edhe arsye që shenjës së gaforës do të këshilloj që të jenë ekstra të kujdesshëm në këto momente dhe të fokusohen më tepër tek gjërat që kanë rëndësi dhe të bëjmë vetëm ato një nga një. Siç e thash, do të dalim më tepër në skenë problemet që kemi në lidhje me shëndetin. Këtu, duke qenë se kemi shumë të prekur pjesën e këmbëve, sidomos tendonët e këmbëve, shenja e gaforës do të jetë prekur pak më tepër në lidhje me këto tema, nëse egzagjerojmë edhe me lëvizjen, për shembull, një nga shembuj që do t'ja japësh kjo. Nëse deri në këtë moment e kemi egzagjeruar me ushqimin dhe duam më një herë për shembull të bijmë në peshë ose të bëjmë diçka që të jemi më fit, kjo detyrimisht do të përkthehet në probleme të rëndësishme me këmbët. Prandaj nuk do të këshilloj detyrimisht diçka të tillë, me ngadalë çdo gjë bëhet me moderitet. Të gjë që kemi prishur për muaj me radhë nuk mund të rregullojmë brenda një dite. Prandaj dhe çdo gjë duhet në vazhdimsi. Në qoftë se nuk kemi krijuar një rutinë të shëndetshme gjatë kësaj jave, këshilla ime për shenjën e gaforës do të jetë më tepër që të fokusojmë për të hequr gjëra nga jeta jonë. Çfarë do të them me këtë? Mund të bëjmë detox, mund të rregullojmë dietën që kemi dhe të heqim nga jeta jonë gjëra që nuk na bëjnë mirë, si për shembull sheqeri e të tjerë, gjëra që dihen tashmë. Nëse bëjmë këtë, pra bëjmë një farë detoxi nga jeta jonë, nuk është vetëm thjesht me ushqimin, domethënë për gjithçka, edhe punën, në mënyrë se si bëjmë gjithçka, nëse nuk jemi efikas pra, detyrimisht do të na ndihmojë kjo si periudhë, nëse bëjmë detoxin pra, që të jemi më tepër efikas në jetë dhe të fuqizojmë shumë edhe shëndetin ton fizik. Kjo do të prek në mënyrë të dukshme edhe shëndetin mendor. Në këto momente shenja e gaforës është shumë e prekur edhe tek shëndeti mendor, duke qenë se është një energji që sa vjen dhe ulet dhe mbi të gjitha kemi një farë mjegullimi, pak më tepër që kjo hënëre do të ndodhë tek shenja e shigjettarit, që është drejtuar nga Jupiteri, i cili në këtë moment është vendosur tek shenja e gaforës. Prandaj dhe çdo gjë që ka në botën e brendshme shenja e gaforës po del në sipërfaqe. Po përballet me çdo gjë që nuk ka dashur deri në këtë moment që të përballet, si rrjedhoj mund të bëhet një periudhë shumë problematike. Mund të bëhet një periudhë vërtet shumë sfiduese. Edhe personat që ka brenda familjes mund ta sfidojnë vërtet shumë, mund të thonë gjëra që e thyen. E të tjerë, pra të gjitha këto me radhë,
si rrjedhojt do të kemi probleme të rëndësishme në botën e brendshme, pra në anën psikologjike. Këshilla ime është përsëri e njëjta, të mundohemi që të qëndrojmë larg situatave që na bëjnë që të ndihemi keq, pra të bëjmë fare detoksi edhe në gjërat që pranojmë në jetën tonë. Në qoftë se jemi brenda një lidhje, do t'ju këshilloja vërtet shumë që të mundohemi që të flasim hapur dhe të kërkojmë të njëjtën gjë nga partneri jon, ose partnerja jon. Por në qoftë se partneri ose partnerja jon nuk na jep këtë si shans, pra nuk na e krijon këtë si ambient, do t'ju këshilloj që ato marrëdhënien, do them, komunikimin mundësisht ta limitojmë dhe të bëjmë edhe gjëra, aktivitete që na bëjnë të ndihemi pak më mirë. Shoqëria detyrimisht mund të na bëjë mirë, por duhet të jemi të kujdesshëm me personat që hapemi në këto momente. Personat të cilët e kanë provuar vetën e tyre është okay, por personat të cilët nuk jemi shumë të sigurt që mund na përdorin ato çfarë ne po ju themi, do të këshilloj të qëndronim larg. Natyra e vërtet është shenjës së gaforës, duke qenë se është një nga shenjat që vërtet ka shumë nevojë për siguri në ambientin që ka, dhe nëse kjo siguri thyet në këto momente, do ta kemi shumë më të vështirë më vonë për ta rikrijuar. Prandaj në vend që të marrim riske të panevojshme me personat, do t'i këshilloja që në këto momente të qëndrojmë pak më tepër në zonën e komfortit në lidhje me këtë temë, me kë flasim. Kjo është e vetmja gjë. Por pika ku duhet të marrim riske është jeta jonë e përditshme dhe puna. Puna jonë, domethënë aty ku fitojmë para, sepse kjo është një momentet më të rëndësishme që mund të krijojmë diçka shumë më produktive. E njëjta gjë është e vlefshme që duhet marrim riske pra edhe në lidhje me çështje sentimentale. Në qoftë se është një individ i cili keni kohë që dëshironi që të krijoni një lidhje ose ka kohë që shpreh admirim ose ndjenja kaq jush, në këto momente do të këshilloj që të merrni parasysh. Është një nga momentet më pozitive për të krijuar lidhje romantike. Dhe për të mbaruar lidhjet të cilat janë toksike. Këtë po e nënvizoj disa herë, është shumë e rëndësishëm si moment. Mjafton që të jemi të vetëdijshëm dhe të pranojmë realitetin ashtu siç është. Shenja e luanit do të ndikohet vërtet shumë fuqishëm. Ndikimi më të rëndësishëm nëse nuk jemi të kujdesshëm, dhe ata mund të jenë shumë të hapur ndaj aksidenteve, duke qenë se mund ta gënjejnë veten e tyre dhe të marrin riske të panevojshme. Është një nga hanët e reja më të rrezikshme për këtë arsye. Dhe çfarë duhet të bëjmë në që të shmangim këto probleme? Një herë të parë nuk duhet të marrim riske. Gjëra që nuk i dim, nuk i njohim, aktivitete që nuk i kemi bërë përpara, persona të cilët nuk i njohim mirë, nuk do të këshilloj që të keni besim. Në këto momente mund të gënjejmë shumë veten tonë. Vetbesimi mund të jetë shumë më i lartë se çfarë nevojitet ose çfarë duhet të jetë në të vërtetë. Dhe si rrjedhoj mund të veprojmë në mënyrë shumë ekstreme. Në qoftë se na thyet zemra, reagimet do të jenë vërtet shumë agresive. Dhe kjo detyrimisht mund të shkaktojë dëme të rëndësishme, si në fizik, po ashtu mund të lejë të hapur dhe ndaj aksidenteve, që mund të thotë edhe dëme në çdo aspekt, pra. Edhe në fizik, edhe në të ardhmë materiale, pra, në çdo gjë. Ndërkohë që për sa i përket shpërndarjes së të mirave materiale, shenja e luanit në këto momente është pak më ndikuar. Mund të kemi një farë mjegullimi këtu, prandaj këshilla ime do të ishte që të gjitha këto ndarje të pronave, ndarje të ardhur materiale e të tjerë t'i linim për pas datës 24 dhjetor, sepse atëherë do të kemi edhe kalimin e Venusit tek shenja e Briciapit, dhe kjo do të thotë që çdo gjë mund të bëhet me më tepër drejtësi, sepse do të jemi më tepër gjak ftohtë në ato momente. Kjo detyrimisht mund të duket pak e lodhshme si periudhë, sepse do të kemi sfida të vazhdueshme, së mos në lidhje me këto temë për ndarjen e pronave, por në qoftë se, domethënë, i përmbahemi këtij si rregulli që po them, i kemi shumë më të thjeshtë pastaj që të mos dalim me humbje. Cilat janë temat të cilat shenja e luanit do të mbarojë, se si proces çfarë do të mbarojë? Për shenjën e luanit do të mbarojë procesi ku mund të kem pasur lidhje problematike, do të mbaroj proces ose më themi periudha ku mund të kem pasur probleme për të krijuar familje ose për të lindur fëmijë më tepër, është e vlefshme. Do t'ju këshilloja që ta përdorni mirë këtë moment, sepse do të thotë edhe fillime të reja në lidhje me këto tematika. Kemi një krijimtari shumë të lartë, krijimtaria domethënë dhe krijimin e fëmijëve, do thotë edhe krijimin e lidhjeve të reja. Gjithsesi, por përgjithsisht nuk do t'ju këshilloj që të merrni riske. Çfarë do të them me këtë? Edhe për shembull, nëse duam që të krijojmë familjen tonë, të kemi fëmijë,
IVF-in deri pas hënës së re nuk do të këshilloja. Arsye që nuk e këshilloj këtë është sepse kemi një farë problemi edhe me helmimet dhe kjo do thotë që mund të kemi reagime në trupin tonë. Ndërkohë që pas hënës së re ky sindikim do të ketë mbaruar. Duke filluar nga data 24 dhjetor do të jetë i zbutur në mënyrë të konsiderueshme tashmë, prandaj mund ta përdorim atë si periudhë. Do të kemi shumë më tepër efikasitet bile në këto tema. Ndërkohë që për të kryer lidhje të reja, nëse e njohim një person dhe është i shëndetshëm për ne, e kemi provuar tashmë, kemi dalë në disa takime dhe kemi kuptuar që jemi persona të përshtatshëm për njëri tjetrin, është një ndër periudhat më pozitive në lidhje me këtë temë. Por në qoftë se është një person të cilin nuk e njohim mirë, nuk e dim se ku qëndron e të tjerë, ky do thotë përmban një risk të rëndësishëm, prandaj do t'i këshilloj të qëndroni pak larg. E kundërta është për lidhjet afatgjata. Për lidhjet afatgjata duhet të marrim risje. Çfarë do të them? Këtu do të jemi pak më tepër romantik ndaj partnerit tonë, duke qenë se kemi patur një periudhë të gjatë që shenja e luanit mund të ketë pasur probleme brenda çiftit sepse Plutoni ndodhet përballë me ta, ndërkohë që gjatë kësaj hëne të re do të thotë një frym pak më romantike që mund t'i japë atyre dhe boost ose nxitjen e domosdoshme për të rregulluar marrëdhëniet në çift. Për të kryer burime për të ardhur materiale është e vlefshme, por i përsëris absolutisht mos marrim risje të panevojshme, por nëse është diçka që e kemi studiuar mirë, mund të fillojmë që ta krijojmë pas hënës së re, pra pas datës 24 edhe më mirë, pas datës 24 dhjetor edhe më mirë. Shenja e Virgjëreshës është një tjetër shenjë ndryshueshme, si rredoj dhe kjo është shumë e ndikuar. Ndikimet më të rëndësishme do t'i ketë tek shtëpia, banesa, marrëdhëniet familjare dhe tek stabiliteti që ka këtu. Është një nga shenjat më të sfiduara në lidhje me këtë temë, sepse do të preket shumë integriteti që ne kemi në këto tema. Si rredoj do të preket shumë edhe integriteti ose mënyra se si veprojnë personat që janë brenda familjes tonë, karshi nesh. Kjo mund të bëhet shumë sfiduese nëse është problematike, nëse se kemi disbalancim në mënyrë se si sillen prindër për shembull midis fëmijëve. Kjo do të prek shumë shenjën e Virgjëresës, do thotë një demoralizim vërtet shumë të madh. Për ata që janë vetë prindër, që sa periudhë do të këshilloj që të jeni të veproni në pak më etike, të vëzhgoni mirë situatën dhe të mos i ndani shumë fëmijët nga njëri tjetri. Nëse dëshironi që të bëni me shtëpi ose nëse dëshironi që të kryeni familje, është një hënë e re e cila e nxit këtë, pra ka një ndikim pozitiv, por duhet jemi të sigurt. Dhe duhet jemi të sigurt që po komunikojmë të vërtetën tonë, ashtu siç është në të vërtetë, ashtu siç duhet të jetë apo ashtu siç i pëlqen partnerit tonë ose partneres tonë që duhet të jetë. Pra, për shenjën e Virgjës kemi një kusht shumë të rëndësishëm, duhet të jemi të drejtë pra, dhe të jemi të sinqertë. Në rastet që e bëjmë këtë, kemi mundësi që të krijojmë vërtet një stabilitet shumë të madh ekonomik. Është një nga temat që preket më tepër, por është momenti që është më sfidues për këtë arsye, sepse sistemi po na sfidon në mënyrë të kuptojë se çfarë ne meritojmë vërtet. E di që duket një periudhë problematike ose më të themi që mund të duket pak e vështirë, por nëse arrim që ta tejkalojmë këtë, suksesi që do të arrim dhe mirëqenia që do të arrim është barazisht shumë e madhe pra. Për shenjën e Virgjëreshës do të kemi një ndikim pozitiv në këtë rast, i cili vjen nga Marsi. Kjo do të thotë që edhe nëse marrim risje, në përgjithësi këto janë të studiuara mirë, i dim mirë, i perceptojmë, prandaj dhe çdo gjë që mund të krijojnë pas hënës së re detyrimisht, duke filluar nga dita tjetër, pra duke filluar nga data 22. Kemi shumë më tepër, ose më thënë do të na sjellë vërtet burim, do të jetë një burim shumë i madh i të ardhurave materiale. Përdorimi i hobive, pra krijimtarisë, diçka që prodhojmë vetë, është shumë më tepër efikase, por jo vetëm aq. Për shkurtimisht për shenjën e Virgjëreshës, ajo çfarë mbaron është periudha ku kemi pasur probleme brenda shtëpisë, banesës, mbarimi një periudhe e cila mund të ketë qenë problematike në këto marrëdhënie dhe krijimi i diçka të re, pikërisht në lidhje me këto tema. Si rredoj krijimi një stabiliteti ekonomik, duke qenë se do të ndihemi shumë më mirë edhe nga ana morale, kjo detyrimisht do të ndikojë edhe në këto
pikpamje të tjera. Diçka që do t'i këshilloj që të jemi të vëmendshëm, në qoftë se nuk përzgjedhim mirë se çfarë bëjmë dhe si veprojmë, mund të krijojmë probleme të rëndësishme për të gjithë ata që janë të martuar, për që kanë një partneritet afatgjatë. Kjo është e vlefshme jo vetëm brenda martesave, jo në çështje sentimentale, por është e vlefshme edhe në partneritetet që janë brenda bizneseve. Prandaj këtu mund të bëjmë zgjedhje shumë të gabuara. Këshilla ime do të ishte që kjo të jetë pika që mos marrim shumë riske në këto momente. Pra me partnerin tanë të flasim hapur, të kërkojmë atë çfarë duam vërtet dhe të mundohemi që të gjejmë një rrugë të përbashkët. Gjithsesi të përmbahemi asaj që është etike dhe kufijve të shëndetshëm ka shumë rëndësi. Shenja e peshores. Shenja e peshores ndikime ti ka pakës më të zbutura se gjitha shenjat e tjera, gjithsesi do të preket shëndeti. Prandaj dhe në qoftë se nuk jemi të vëmendshëm, në qoftë se egzagjerojmë çfarë do lloj gjëje të jetë kjo, është një nga shenjat që do të preket më tepër. Në përgjithësi, ndikimet problematike në lidhje me shëndetin do të jenë një rënje në imunitet tek shenja e peshores, që do të prekë pikat ku ata i kanë më të ndjeshme, siç janë veshkat për shembull, ose sistemi urinar. Po ashtu edhe mund të preket edhe sistemi riprodhues. Këto janë tematika që shenja e peshores i ka vetë më të ndjeshme, por ndryshon nga individi në individ detyrimisht. Gjithsesi, duke qenë se mund të kemi një imunitet të ulën nëse egzagjerojmë çfarë do lloj gjëje, mund të jemi pak më të ndjeshëm edhe ndaj sëmundjeve të stinës. Për këtë arsye, një lloj siç është për shumë shenja të tjera, do të këshilloj që të jemi të kontrolluar. Marrëdhëniet që kemi me kolegët tanë, nëse periudhat do të jenë marrëdhënie më sfiduese për ne. Këto vërtet që mund ta gënjejmë veten tonë dhe të marrim riske që janë të panevojshme. Këtë mund ta bëjmë edhe nëpërmjet komunikimit, çfarë do të them me këtë, mund të flasim në mënyrë jo të shumë të shëndetshme, ose mund të pranojmë që të na flitet në mënyrë jo të shëndetshme. Do të preket në mënyrë të dukshme marrëdhëniet që kemi me vëllezërit dhe me motrat tanë, sidomos në qoftë se e dim që është bërë padrejtësi në një formë ose në tjetër, pra ose ne ju kemi bërë atë padrejtësi ose ata na kanë bërë padrejtësi dhe ne kemi planuar këtë si gjë. Kjo hënëre do t'i nxjerrë më tepër në skenë këto si tematika. Si rrjedhoj, shenja e peshores do të ndihet vërtet shumë i lodhur. Do të ndjesë gjithë trysnin e universit pak a shumë mbi veten e saj. Çfarë duhet të bëjmë në këtë rast? Tema më e rëndësishme kësaj hënëre është që duhet jemi të veprojmë në mënyrë etike dhe të pranojmë vetëm atë çfarë është e drejtë. Si rrjedhoj, nëse e dim që kemi bërë padrejtësi, duhet ta pranojmë dhe të pranojmë edhe të marrim përgjegjësi për veprimet që kemi bërë. Si rrjedhoj, nëse duhet të bëjmë diçka ekstra, të paguajmë në një farë mënyrë, duhet të bëjmë atë. Në qoftë se na është bërë padrejtësi, duhet të fillojmë që të komunikojmë në mënyrë të hapur. Për te diplomacisë, duhet të jemi vërtet të sinqertë dhe të kërkojmë drejtësi për veten tonë. Në qoftë se kjo padrejtësi na është bërë tek vendi jonë i punës, edhe këtu duhet të fillojmë që ta kërkojmë. Nuk po them që duhet të flasim, domethënë të kërkojmë gjërat me imponim, po them që duhet të kërkojmë drejtësi. Mënyra se si do ta bëjmë këtë detyrimisht është në mënyrë etike dhe në mënyrë profesionale, që është një nga tematikat më të rëndësishme tek kësaj hëne të re. Nëse jemi profesional, nëse veprojmë në mënyrë të drejtë, do të marrim atë çfarë meritojmë. Dhe në qoftë se nuk veprojmë në mënyrë të tillë, do të humbasim edhe ato që kemi në dorë. Gjithë suksesin që mund të kemi arritur për shembull deri tani, mund ta humbasim. Kjo është edhe një nga ndikimet më të fuqishme që ka shenja e peshores në këto momente. Gjithë puna që ka bërë për pothuajse 2 vitet më para kësaj, pra gjatë këtyre 2 viteve, do të japë provimin tani se sa e meriton ose sa jo. Prandaj është një periudhë shumë e gjatë për mendimin tim për të humbur në këto momente. Nëse është diçka që duhet ta kërkojmë, do ta kërkojmë. Në lidhje me shëndetin, normalisht duhet të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm. Gjërat që nuk na bëjnë mirë duhet të heqim nga jeta jonë. Është pak a shumë siç ishte tek shenja e gafores, që duhet të mbajmë jetën tonë vetëm gjërat të cilat janë të shëndetshme. Mundësisht të bëni edhe ju detoks. Edhe kjo na ndikon vërtet shumë mirë, sepse heqim nga jeta jonë ose nga trupi jonë, nga organizmi jonë gjërat që janë toksike. Detoks. Shenja e akrepit. Ajo çfarë do të ndikojë tek shenja e akrepit është të ardhurat materiale. Ndikimi në përgjithësi është pak më i thjeshtë se për shenjat e tjera. Kjo sepse kjo hënë e re do ta ndikojë ose më themi
gjithë sprovat që ka kaluar deri në këto momente ishin shumë më të vështira se këto që ka tani në këto tani aktualisht, dhe pak më tepër, duke qenë se kemi shumë vendosje tek hyjësi e akrepit. Pra 9 tema e kësaj hëne të re është pikërisht akrepi, tematikat e tij. Dhe do të thotë edhe ndryshime rrënjësore që kanë të bëjnë në lidhje me vlerat, të çfarë vlerëson vërtet ai. Dhe mbi të gjitha, ata që jetojnë brenda Shqipërisë, duke qenë se ascendenti i kësaj hëne të re do të jetë pikërisht tek shenja e akrepit, do të thotë që do të kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe. Në qoftë se ne përdorim intuitën, por në qoftë se nuk bien pre e vartësive tona. Vartësit në këtë rast për shenjën e akrepit janë vërtet vartësi, sidomos ato që kanë të bëjnë me lëndët narkotike. Dhe kemi edhe diçka tjetër që është shumë e rëndësishme, nuk duhet të bien pre egos ton. Duhet të zgjidhim atë çfarë është e mira për të gjithë personat që kemi rreth rrotës për në ambient. Këtu do të preken detyrimisht të gjitha marrëdhëniet familjare. Çiftet të cilat kanë probleme, pra që ata që janë një prej çiftit, pra një nga personat e çiftit janë tek shenja e akrepit dhe kanë probleme. Do të thotë që kemi mundësi që të zgjidhim këto, mjafton që të jemi vërtet të ndërgjegjshëm dhe të veprojmë në mënyrë etike. Natyra e akrepit e shpjegova në fillim që është pak hakmarrse, që në natyrën e tij mund të ketë që të helmoj me dashje ose pa dashje të gjitha marrëdhëniet që ka rreth rrotës. Kjo është pikërisht ajo çfarë në këto momente duhet ta frenojë veten e tij. Në qoftë se arrim që ta bëjmë këtë për shenjën e akrepit, ajo çfarë do të ndikohet është të ardhurat materiale. Do të mund të marrim gjithë meritën e punës që kemi bërë për pothuajse 2 vitet para kësaj, pra gjatë këtyre 2 viteve. Pak më tepër, në qoftë se kemi punuar dhe nuk kemi marrë rezultate, sidomos që nga marsi i këtij viti, pra duke filluar nga marsi i vitit 2025 dhe deri tani, shenja e akrepit në një farë mënyrë do të shpërblehet në të ardhurë materiale vërtet shumë të mira nga kjo hënë e re. Në qoftë se ne bien pre e vartësive tona, atëherë do të veprojmë në mënyrë shumë të egzageruar kaq gjithçkaje, si rrjedhoj nuk do të jemi në kontroll të vetes tonë, si rrjedhoj do të humbasim shumë. Pra, edhe humbja do të jetë po ashtu e egzageruar. Shenja e akrepit, për këtë arsye, ka në dorën e tij që të zgjedhë nëse që tani tutje do të jetojë në bollëk, pra do të ketë mirëqenie, ose do të jetojë në mënyrë mizerabël, pra sepse do të humbasë dhe ato që ka në dorën e tij. E ka të thjesht përsëris për ta zgjedhur, arsye që e ka të thjesht është sepse ka kaluar shumë gjëra shumë më të vështira deri tani. Mjafton që të jetë i kontrolluar. Kjo është ajo, dhe të veprojnë në mënyrë etike. Shenja e akrepit ka shumë të prekur dhe shëndetin në këto momente, do të vazhdojë që ta ketë të prekur deri në datën 4 janar. Pas datës 4 janar do të filloj që të zbutet në mënyrë të dukshme ky sindikim, por deri në atë datë do të këshilloj që të jemi shumë të kontrolluar në lidhje me çfarë han, çfarë pinë dhe mundësisht pas hënës së re. Duke qenë se atëherë dhe energjia do të jetë në rritje sipër, do t'ju këshilloja që të filloni të bëni sport. Çfarë do lloj sporti që juve pëlqen, mjafton që të jetë diçka aktive, pra një aktivizim i trupit. Shenja e shigjetarit. Shenjës së shigjetarit këshillat po i japshin në fillim. Duke qenë se kemi tendencën për të egzageruar, duke qenë se kemi tendencën që edhe çdo gjë që na thuhet ta egzagerojmë, do t'i këshilloj që të jemi shumë të kontrolluar dhe të vetëdijshëm. Si fillim, gjë që nuk duhet t'i tejkalojmë masën është ushqimi, sepse në këto momente kemi shumë më tepër tendencë që të hamë më tepër. Kemi një farë boshllëku brenda vetes ose një farë pasigurie, i cili detyrimisht në qoftë se bien preti, do të shtojmë shumë në peshë, por jo vetëm aq, do të preket në mënyrë të dukshme shëndeti. Ky lloj cikli që jemi në këto momente është një cikël karmik i cili nëse tejkalohet, nuk do të përsëritet më, pra është shumë e rëndësishme në këto momente që të mos bien preti. Është vërtet ushqim fizik, domethënë, nuk duhet ham shumë. Duhet të jemi shumë të kontrolluar dhe mundësisht në qoftë se keni mundësi, po e them në këtë mënyrë, të mos përdorni shumë produkte shtazore. Sa më lehtë që të ushqemi në këto momente është deri për hënën e re, pra deri ditën e shtunë, nuk është një periudhë shumë e gjatë, 4 ditë na kanë ngelur tashmë. Pra gjatë këtyre 4 ditëve, në qoftë se ushqemi pak më lehtë, do ta kemi shumë më të thjeshtë, ose më themi
do t'jemi më të lehtë edhe nga ana shpirtërore dhe të bëjmë marrë vendime më të drejta për këtë arsye. E i Gerta si e. Atëherë, këto ishin këshillat që ka shenja e shigjetarët. Çfarë do të ndryshojë në jetën e tyre? Gjithçka, duke qenë se do të kemi një ndryshim, një kapërcim identiteti tashmë. Kjo hanare do të ketë një kënd të vështirë me Jupiterin i cili është drejtuesi shenjës së shigjetarit, por është tashmë një kënd i cili është duke u zvogëluar ose duke u larguar, më të themi. Prandaj dhe atë çfarë nuk duhet të bëjmë e kemi mësuar të përmendësh. Atë çfarë duhet të bëjmë tashmë e dim, mjafton që të jemi të vetëdijshëm dhe çdo zgjedhje ta bëjmë në bazë të kësaj. Nuk ka fare rëndësi nëse na pëlqen apo jo, e rëndësishme është se sa e shëndetshme është për ne. Këtë mund ta vëmë shumë mirë, është e shëndetshme apo jo për ne, sepse në momentin që ne bëjmë diçka të pashëndetshme, personat që kemi rreth rrotës të mos familjar të reagojnë në mënyrë negative. Kjo mund të jetë pak a shumë një trik të mund ta përdor. Dhe për ata të cilët nuk jetojnë me familje ose jetojnë vetëm, gjëra që mund të vënë resh, prishet patjetër diçka brenda shtëpisë. Kjo është një nga gjërat që mund ta përdorim pra. Si rrjedhoj, në qoftë se gjithçka po ecën mirë, fillojmë që të kemi të ardhur materiale të mira, sepse kjo tashmë shenja shigjetare do të futet në fazën që do të marrë atë çfarë meriton edhe në këtë aspekt, do të kemi një rritje në begati, në të ardhur materiale pra, si rrjedhoj, do të mund edhe të kemi një rritje edhe në moral, të cilën mund ta përdorim pothuajse në çdo aspekt të jetës. Por në mënyrë që ta bëjmë këtë përpërsisht do të heqë dorë nga çdo gjë që është toksike në jetën e tij dhe të kemi një rikrijim të identitetit, një identitet i cili na shërben shumë më tepër ne, i cili është shumë më tepër i drejtë, thot gjithmonë të vërtetën, por në vendin kur duhet, pra sipas vendit dhe kuvendit. Dhe si rrjedhoj, bëhet pak a shumë një person shembull ose udhëheq me shembull në çdo ambient që futet. Është një ndikim pak i lodhshëm, por është edhe një ndikim shumë pozitiv, duke filluar nga dita e hënë e tutje, do të fillojmë që ta ndjejmë shumë më tepër pozitivitetin e kësaj, ndërkohë që deri tek hëna e re, që është ditën e shtunë, do të jemi pak a shumë një farë plagështie. Si rrjedhoj, të njëjtat këshilla që i dhash tek shenja e gaforës, por i përsëris edhe tek shenja e shigjetarit, do të këshilloj që të merrni gjërat një nga një dhe të bëni vetëm gjërat që janë të domosdoshme. Sepse gjërat e tjera mund të na shterojnë energjinë. Pavarësisht se kemi një element zjarri shumë të lartë në këto momente, energjinë që kemi brenda trupit nuk dim se si ta manovrojmë ashtu siç duhet. Prandaj të fokusojmë dhe të bëjmë gjërat një nga një, do të jetë më e shëndetshme dhe mundësisht të mos harxhoni shumë. Shenja e Bërciapit ka ndikime pak të lodhshme. I vetmi ndikim ku mund të mbështetet është Marsi, i cili është i vendosur tashmë tek shenja e tyre. Ky Mars mund të na bëjë vërtet shumë aktiv, në të njëjtën kohë na jep edhe një farë stabiliteti, na krijon atë shtyllën kurrizore rreth të cilës ne mund të mbështesim gjithçka. Është një ndikim i fuqishëm, për këtë arsye, mënyra se si mund të aktivizojmë edhe më tepër Marsin është të jemi aktiv fizikisht, pra të bëjmë sport, patjetër, dhe të jemi të rregullt në jetën tonë. Edhe kjo është një nga temat më të rëndësishme që ka në këto momente shenja e Bërciapit. Kjo hanere për ju do me thënë mbarimi një periudhe karmike shumë të rëndësishme, rikrijimi i vërtet identitetit më të shëndetshëm dhe spastrimi komplet botës së brendshme nga të gjitha frikrat, dyshimet që mund të keni në lidhje me veten tuaj. Si rrjedhoj, pas kësaj hane të re, do të rilim ne si individ të cilët kanë një vetbesim shumë më të lartë, sepse do të kemë spastruar nga jeta e tyre të gjithë individët apo elementet të cilat në këto momente ju po ju helmojnë. Është shumë i lodhshëm, deri ditën e shtunë do t'i këshilloja me ngulm që të jeni të kujdesshëm ndaj gjithçkaje dhe ndaj gjithkujt. Detyrimisht çfarë hani, çfarë pini, pra çfarë planoni në organizmin tuaj është shumë e rëndësishme, sepse vërtet keni pak më tepër tendencë që të helmoni në këto momente. Gjërat të cilat nuk i keni të sigurta të mos i konsumoni. Këshilla ime do të ishte që edhe fjalët që ju thuhen në këto momente të mos i merrni shumë për zemër, sepse mund t'i keq kuptoni. Edhe kjo është një nga tematikat më të rëndësishme. Bota e brendshme është shumë e zmadhuar në këto momente, prandaj dhe reflektimi i saj në botën reale mund të përkthehet edhe në një impulsivitet ose një reagim pothuajse të menjëhershëm, pak a shumë një tip alergjie që mund të krijohet. Si rrjedhoj, edhe alergjit vetë në trup mund të ndjen pak më tepër në këto momente.
Pikat ku do të jenë më të ndjeshme shenja e vricjapit është në rrugët e frymarrjes, në mosmushkret janë shumë të prekura. Prandaj dhe këshilla ime do të ishte që përsëris të bëjmë sport dhe mundësisht edhe breathwork, për shembull, është një nga gjërat që mund ta bëjmë dhe që do të na ndihmojë që të kalojmë këtë moment. Mbi të gjitha, duke qenë se na bën që të përqendrohemi tek vetja jonë, tek qendra jonë. Pra, kemi shumë më të thjeshtë ta mbajmë edhe situatën në dorë sepse kemi veten tonë në dorë. Shenja e vricjapit është për këtë arsye shenja që pasi të tej kaloj këto sfida dhe të marrë veten e tij në dorë, është shenja e cili do të ketë suksesin më të madh pas kësaj. Duke filluar nga data 24 dhjetor do ta ndijmë edhe më tepër, por edhe ditën e hënë, pra datën 22 do fillojmë që ta ndijmë, deri në datën 20 për përsëris që është hëna e re, është në orën 2:43 të mëngjesit. Do të jetë e vështirë për përsërisje për sa i përket shëndetit mendor, po ashtu edhe në lidhje me shëndetin fizik. Këto janë dy tema që do të këshilloj që jemi edhe më të kujdesshëm se për çdo gjë tjetër, ndërkohë që aty ku mund të reflektojmë më tepër këto si probleme, nëse nuk jemi të vëmendshëm, nëse nuk jemi të kontrolluar, janë marrëdhënie që kemi me vëllezërit dhe me motrat tanë, mund të flasim në mënyrë jo të përshtatshme. Kjo është vlerë që kemi me partnerët tanë. Sidomos lidhjet afatgjata. Këtu bëhet fjalë për martesat më tepër, do të ndikojnë shumë më tepër. Në qoftë se merrni vesh lajme për tradhti, po flas përsëri në lidhje brenda martesave ose lidhjeve afatgjata, do t'ju këshilloja që të rishikonit edhe një herë ose të studioni të mirë situatën dhe të mos merrni vendime në këto momente, por të filloni që të rishikoni edhe një herë pas ditës së hënë tutje, sepse atëherë do të jeni shumë më të aftë që të shikoni të vërtetën në sy. Në këto momente kemi farë mjegullimi në lidhje me këto tema. Nuk mund të them që është e vërtetë apo s'është e vërtetë, po them thjesht që rishikojeni edhe një herë pas rezultateve. Okej, dhe shenja e ujorit është edhe kjo ka pak më të thjeshtë për të tejkaluar. Për fat të mirë, shenja e ujorit në këto momente ka ndikime të cilat e mbështesin. Kemi pasur një periudhë shumë të lodhshme për ta, duke qenë se kemi Plutonin të vendosur tek shenja e tyre, si rrjedhoi momente ku ka mbrojtje nga sistemi, detyrimisht të bëjmë shumë mirë. Pika ku ka më tepër mbrojtje është marrëdhënia që ka me veten e tij, me trupin e tij, pra. Dhe si rrjedhoi kjo e ndikon dhe në pozitive në çdo aspekt jetës. Merr një ndihmë shumë të madhe nga shoqëria, por jo shoqëria thjesht miqt apo shokët që ka. Në të vërtetë marrin një ndihmë shumë të madhe nga ambienti që na rrethon, pra shoqëria në aspekt më të gjerë, në spektrum më të gjerë. Kjo do thotë që të gjithë kontaktet që krijon në këto momente i ndihmojnë ata për të arritur qëllimin që kanë në jetë. Është shumë e rëndësishme kjo si gjë dhe mbi të gjitha marrin një nxitje edhe për të kryer burimet të ardhur materiale të mira. Por këtu, në të njëjtën kohë mund të përballen edhe me mashtrime të shumta. Si rrjedhoi, çdo zgjedhje që bëjmë duhet të jetë e llogaritur mirë. Mbi të gjitha, duhet të kaloj dhe nën kontrollin e një specialisti. Pra nëse duam të bëjmë një investim, çfarë do lloj investimi që të jetë ky? Nuk ka shumë rëndësi. Atëherë duhet të kontrollojmë edhe me specialistët e fushës, të marrim disa mendime përpara se ta bëjmë, përpara se të investojmë diçka. Deri tek dita e hënës së re, që është ditën e shtunë, pra investimet ose fillimet të reja nuk do t'i këshilloja, sepse në përgjithësi, duke qenë se hëna është në vjen në ulje, nuk është se kemi ndonjëherë rendiment shumë të lartë. Prandaj dhe të vëzhgojmë që asaj periudhe dhe të fillojmë që të bëjmë investimet, duke filluar nga e hëna e ardhshme, pra duke filluar nga data 22, do të jetë shumë më tepër efikase në lidhje me shëndetin. Edhe kjo është një temë që mund të preket, për shenjën e ujorit, pika ku do të preket më tepër, vazhdon që të jetë pjesa e fytit dhe mund të kemi dhe dalje në skenë të alergjive. Kjo është e vlefshme edhe për hënën e plotë që është tek shenja e binjakëve, është e vlefshme edhe tani në këtë periudhë. Sistemi imunitar, ose më themi sistemi imunitar është pak më i prekur tek shenja e ujorit dhe kjo është më tepër për sa i përket alergjive, prandaj do të këshilloj që të gjithë ata që e dinë që kanë diçka të tillë, të jenë më të vëmendshëm, të mos konsumojmë gjëra që e dimë që na bëjnë keq. Dhe për shenjën e ujorit, një lloj siç ishte edhe tek shenja shigjetare, do t'ju këshilloja që të ushqeni me gjëra të ushqime që janë të lehta, mundësisht me fruta të perime, pra jo me mish, sepse këto janë ushqime të cilat në këto momente mund të japin reagime shumë më të rënda tek si rrjedhoj, do të krijojnë edhe farë rëndësie në trup.
Në lidhje me çështje sentimentale, është një nga shenjat që ka më tepër fat në këto momente. Kjo honere indikon edhe në këtë pikë. Nga gjithë ky socializim që sa përmenda, mund të preket pikërisht edhe kjo temë, por edhe kjo është një nga temat të cilat është pak me spec. Prandaj dhe në vend që të vendosim tani fiks nëse duam apo se duam një lidhje, do t'ju këshilloja që të vëzhgoni mirë situatën dhe të veprojmë pas kësaj. Shenja e peshëve ka ndikime të fuqishme, shumë të fuqishme. Ato çfarë duhet jeti kujdesshëm, po e them që në fillim, në këto momente shenja e peshëve mund të gënjej pak veten e tij. Pika që mund të gënjej pak veten e tij është në lidhje me meritat që ka për autoritetin që duhet të ketë në vendin e tij të punës, pra në lidhje me karrierën. Po ashtu edhe brenda familjes, këtë lloj si fryme mund ta ndjejmë shumë. Kjo mund të prek në mënyrë të dukshme edhe marrëdhëniet që ka me familjarët e tij, po ashtu dhe me shoqërinë e tij. Si rrjedhor, shenja e peshëve në këto momente do t'i këshilloj që të jemi shumë realist. Në atë çfarë ne jemi vërtet, kush jemi vërtet, dhe të veprojmë në mënyrë etike në bazë të saj. Të vetë sakrifikohemi pa arsye nuk është diçka që detyrimisht nuk këshillohet, dhe mbi të gjitha të kërkojmë të na shpërblehet për një sakrifis që nuk na është kërkuar nga persona përballë, edhe kjo është diçka që nuk është shumë e logjikshme, prandaj do të këshilloj që ta frenoni veten në këtë pikë. Pika ku do të kenë ndryshime më të mëdha për këtë arsye është pikërisht këtë temë. Autoriteti që ne kemi në shoqëri, pra edhe në lidhje me punën, me karrierën, do të kenë ndryshime kolosale, po ashtu edhe në marrëdhëniet që kemi me njerëzit në përgjithësi do të ndryshojnë në mënyrë të dukshme, sepse imazhi që ne kemi në botë do të ndryshojë në mënyrë të dukshme. Shenja e peshëve për këtë arsye është një nga shenjat më të prekura. Detyrimisht do të jemi shumë realist, por përsëris dhe të mbajmë në jetën tonë vetëm gjërat që janë shumë që na shërbejnë, të mos shpërndahemi sepse kemi edhe limitin e shpërndarjes në këto momente. Të veprojmë në mënyrë etike, të ndërtojmë mbi ato që kemi krijuar më përpara është shumë e rëndësishme, të mos heqim dorë, sepse edhe kjo është një nga temat që shenja e peshëve në këto momente mund të bëjë, pra është një nga gjërat që mund të bëjë. Të kemi punuar vërtet shumë dhe të heqim dorë në momentin e fundit. Për sa i përket shoqërisë, do të këshilloj që t'i rishikoni edhe një herë të gjitha marrëdhëniet, ato që e dini që nuk janë funksionale, të largoheni, pra të përzjedhni dhe të mbani në jetën tuaj vetëm gjërat që janë funksionale. Ndërkohë që ato që e dini që ju shërbejnë, ti përforconi dhe më tepër. Në këto momente marrëdhëniet që kemi me njerëzit, pra kontaktet që kemi me ambientin janë shumë të rëndësishme. Në qoftë se ne na mbajnë të vërtet tek karakteri jonë, ose më të themi, na detyrojnë që të përballemi me realitetin, këto janë marrëdhënie që duhet i kemi në jetën tonë, na pëlqen apo s'na pëlqen ne, se s'na bën që të ndjehemi. Këtë po ripërsëris. Por në qoftë se ne thjesht zgjedhim diçka sepse na bën që të ndjehemi mirë, ose dikë që na bën vetëm like, apo përsi se na bën shumë keq në afatgjat, normale që shenja e peshëve do të ketë pasojë edhe më vonë. Pasoja do t'i ketë në përgjithësi në lidhje me karrierën, përsëris është tema që do të preket më tepër në këto momente. A kemi mundësi që të anashkalojmë të gjitha këto probleme? Po, kemi mundësi. Por duhet jemi shumë të vetëdijshëm dhe të shikojmë realitetin në sy. Ndërkohë që shenja e peshëve është një nga shenjat që vërtet mund të ndikohet shumë më tepër se të gjitha të tjerat në lidhje me marrëdhëniet afatgjata të cilat nuk janë funksionale. Në qoftë se jemi brenda një martese e cila nuk na shërben, e cila është toksike, e cila është problematike, e cila më përmban dhunë më tepër se të gjitha të tjerë, psikologjike apo fizike brenda vetes, kjo hanë plot do t'i detyrosh të mbarojnë. Mënyra se si mund të rregullojmë këto është në qoftë se vërtet marrim terapi pra në çift dhe fillojmë dhe shikojmë realitetin në sy dhe zgjidhim vërtet si problem, por për normale që kur përmban dhunë, sidomos ato fizike, është shumë e vështirë për të rekuperuar. Prandaj dhe shenjës së peshëve do të këshilloj edhe në këtë pikë që të jemi më realist. Nuk po them njeriu ndauni ose pajtoni, është komplet në dorën tuaj, po e them thjesht do të jeni pak më realist në atë çfarë planoni që t'ju bëhet ose në atë çfarë bëni në disa raste. Shenja e peshëve ka shumë të ndikuar edhe shëndetin. Prandaj dhe normale do të jemi të kujdesshëm, duke qenë se është shumë i prekur dhe tendoni i akilit
nga kjo hënë e re, përshëndet peshqve do të thotë edhe këmbët janë shumë të ndikuara në përgjithësi, mos egzagjerojmë me veprimet tona. Një lloj siç i tek shenja e gafores, që nuk mund ta shpërbëjmë pra ose të rregullojmë gjithçka që kemi prishur për muaj me radhë, duhet të marrim gjërat me moderitet dhe t'i bëjmë gradualisht. Okej, këto ishin ndikimet për të gjitha shenjat. Tani do t'ju përgjigjem pyetjeve që kishit bërë. Ishte një pyetje në lidhje me manifestimet. Hëna e re do më thënë mbarimi i një faze dhe fillimi i një faze tjetër, do më thënë mbarimi i një periudhe e cila është e pashëndetshme dhe toksike dhe fillimi i një periudhe e cila është më shëndetshme më e përshtatshme për ne si individ. Si rrjedhoj, gjatë kësaj hëne të re do t'ju këshilloj që të manifestoni më tepër rilindje në aspektet të cilat të shërbejnë më shumë, normale, dashuri, lumturi, stabilitet ekonomik, këto janë normale, por këshillimi do të ishte që të manifestoni edhe ajo çfarë është më e dobishme për ju, që ju bën që të ndjeni vërtet të vlerësuar, të manifestoni vlerën, pra, edhe në lidhje me karrierën, edhe në lidhje me marrëdhënien familjare, pra në farë mënyrë të manifestoni drejtësi. Duke qenë se kjo është një nga temat më të rëndësishme dhe tek kësaj hëne të re. Ndërkohë që deri tek hëna e re, këshilla ime do të ishte që vërtet të bënim detoks. Kemi tendencë për të egzagjeruar, të gjitha shenjat e kam pak apo shumë, ka shenja që e kam pak më tepër, se për shembull shenja e gafores dhe shenja e shqyrtarit e ka tendencë pak më tepër për të egzagjeruar, sidomos në lidhje me ushqimin, por të gjitha e kemi, prandaj dhe në qoftë se bëjmë një farë detoksi dhe nuk e lejojmë veten tonë që të konsumojë gjithçka që i deri përpara. Kjo është e vlefshme edhe në lidhje me informacion, është e vlefshme edhe në lidhje me ushqimin, sepse gjithçka mund të kthehet në alergji pra në këto momente. Atëherë, manifestimi do bëhet shumë më i thjeshtë. Në qoftë se keni mundësi, këshillën që dash për disa shenjë që të konsumojmë më tepër fruta perime, pra në një farë mënyrë të bëjmë disa ditë që të ushqemi vetëm në mënyrë vegane, do të na shërbente edhe më tepër, sepse lehtë që të ushqemi, aq më e lartë është edhe frekuenca. Si rrjedhoj dhe manifestimi bëhet më i thjeshtë. Më shërbimet që bëjnë në përgjithësi, është kam 2 lidhje të drejtë për drejtë çdo javë, në përgjithësi kam ditën e martë dhe të shtunë, janë orë 19, këtë javë po i bëj sot dhe do i bëj të premte. Ditëve të marta kam parashikimin për hënën, për ciklet e hënës, ose me pyetje përgjigje, ndërkohë që ditën e shtunën bëj parashikimin javor. Këtë javë do bëj parashikimin javor ditën e premte, pra në datën 19 do bëj parashikimin javor. Parashikimin javor e bëj vetëm nga TikToku, ndërkohë që parashikimet për ciklin e hënës i bëj tek të dy platformat, edhe nga TikToku edhe nga Instagrami. Përveç këtyre, mund të më dëgjoni edhe në programe televizive, një të Top Channel është ditëve të premte në programin në shtëpinë tonë, ose ditëve të hëna është tek kanali A2 CNN, tek programi Dita Jon. Faleminderit për komplimentet. Mundohem vërtet që të përcjell informacione që janë sa më të vlefshme. Kush mund të t'i kuptoj, kupton, kush mund të t'i kuptoj, kam e shurdor do, se shpjeguar e vetën. Ndërkohë që përveç këtyre, në qoftë se nuk i mjaftojnë këto si informacione pra, që jap për publikun, mund të merrni konsultën tuaj personale. Për të prenotuar konsultën tuaj, mund të më shkruani nga numri im i WhatsAppit ose nga DM-i. Gjatë konsultave bëhet analizë hartës, është e bazuar tek momenti dhe vendi ku kemi lindur, mund të gjejmë ascendentin, në qoftë se nuk e dinë orën e saktë të lindjes, pra. Për të gjithë ata që e dinë orën e saktë të lindjes, ascendentin tuaj mund ta gjeni në shumë faqe që ekzistojnë në internet, nuk do t'i këshilloj ChatGPT sepse nxjerr gabim. Dhe përveç këtyre, jap edhe mësim astrologji për gjithë ata që janë të interesuar. Nëse nuk e dini orën e lindjes, mund ta gjeni, është një nga shërbimet që unë kam me pagesë. Domethënë shërbimet që janë personale janë të gjitha me pagesë. Kristalet duhet të nxjerrim në hijen e hënës. Okej, kjo është hënë e re, nuk do ketë hënë domethënë, prandaj dhe kristalet nuk keni dritë hënë ku t'i nxjerrni. Për këtë arsye gjatë hënës së re kristalet këshillohet që të
Ti pastrojt energjien me krip, sepse kripa është pastruesi i energjisë, më efikas në ato rastesh, kurse kur është hëna e plot, atëherë po i nxjerrim në dritën e hënës. Kjo duke qenë se është hëna e re, nuk ka hënë domethënë në qiell. Si ti pastroni në çfarë kuptimi me krip, unë thjesht i lëm pikë krip, nuk është se bëj ndonjë kështu proces shumë të madh. Kripa ka efektin e largimit të energjisë negative nga gjithçka, domethënë ky është efekti që ka kripa. Unë thjesht i lëm pikë krip, i lë 24 orë dhe ato pastrohen vetiu. Ka dhe procese, për shembull, ka dhe rituale të tjera, unë të them vërtetën nuk është se e kam marrë ndonjë mundimi që ti studioj në mënyrë shumë të detajuar, arsye që nuk e kam bërë sepse mendoj, ky është mendimi im. Ose besimi im, po e them në këtë mënyrë që në të vërtetë njeriu, ne vetë si specie, domethënë jemi specia më e fuqishme, jemi energjia më e fuqishme që ekziston. Dhe në momentin që ne e mendojmë diçka e realizojmë, prandaj edhe këto të gjitha janë, si thua, elemente ose mjete që përdorim, domethënë kur nuk kemi besim të mjaftueshëm tek vetja jonë. Prandaj edhe kripa shërben, domethënë si një farë mjeti për të pastruar atë pjesën që ne nuk kemi besim se do ta bëjmë dot vetë. Në të vërtetë ne vetë si individ ose si specie, si qenie, kemi aftësinë që të spastrojmë dhe të largojmë gjithçka që është negative nga jeta jonë dhe të marrim dhe të tërheqim çdo gjë që është pozitive, por varet se sa besimi kemi tek vetja tonë. Pra po ripërsëris, mënyra se unë e bëj është të lën kristalet, domethënë që duhet të pastroj, lën 24 orë në krip. Kaq, nuk bëj gjë tjetër. Gjithsesi, ka persona që janë më ekspert në këtë fushë, si për shembull Just Flow për shembull, e di që është më eksperte në lidhje me këtë temë, mund të drejtoheni tek ajo. Dielli kur është përballë me Plutonin, se çfarë ndikime ka, janë tema që unë shpjegoj gjatë mësimeve të astrologjisë, ndërkohë që këtu shpjegoj temën e ditës që sot ishte për shembull hëna e re. Nëse dëshironi që të dini, domethënë në lidhje me këto, e thash, unë jap mësim astrologji, mund të merrni pjesë. Për mësimet e astrologjisë, jam me përzgjedhje, jo të gjithëve u jap mësim astrologjie, sepse jo të gjithë mund ta marrin nga unë, domethënë. Unë marr vetëm atë që shikoj të përshtatshëm. Unë sot jam pak në një fazë që pyetjet pa kuptim më lodhin. Prandaj të thjesht domethënë përgjigjem se a dëshirojnë binjakët këtë vit. E dini sa binjak kanë në botë? Si mund të pretendohet që të dashurojnë apo mos dashurojnë të gjithë? Është një pyetje vërtet pa kuptim, pse bëni pyetje të tilla? Për çfarë arsye? Siç e thash, sot edhe durimi im është vërtet duke sfiduar në mënyrë të dukshme, prandaj. Okej, këto është në të çfarë kisha për të thënë. Nëse keni pyetje tuaja personale, mund të më shkruani dhe të merrni konsultën tuaj. Faleminderit të gjithëve që morët pjesë, dhe shihemi përsëri ditën e premte, ku do të flas do të bëj parashikimin javor. Mund të ndiqni, nëse nuk keni dëshirë që ta ndiqni ditën e premte, mund ta ndiqni ditën e shtunë, do të jetë gati te kanali im i YouTube-it. Do të jetë në YouTube. Kjo do të jetë si video sepse është parashikimi i hënës. Parashikimet e ciklit të hënës dhe parashikimet javore i keni gjithmonë te kanali im i YouTube-it, mund të ndiqni që atje. Okej, pra, faleminderit shumë të gjithëve që morët pjesë dhe shihemi përsëri. Natën.